Mirëmbrëma, sot Shkupi është veshur kuqezi. Studentët, ashtu siç kishin paralajmëruar, kanë mbajtur një protestë të madhe në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Por nuk kanë qenë vetëm student nga Maqedonia e Veriut, pra shqiptar, por kanë qenë student shqiptar nga Kosova dhe nga Shqipëria. Vonë pas dita është marrë vesh se koalicioni Vlen, i cili bën pjesë në koalicionin qeverisës, duket se ka dalë garant që provimi i ardhshëm në jurisprudencë të mbahet në gjuhën shqipe. Por me sa duket, protesta ka shkuar më shumë se sa kaq. Studentët shqiptarë për herë të parë kanë kërkuar dhe dorëheqjen e kryeministrit dhe ministrit të linjës. Autoritetet janë kundërpërgjigjur me arrestime. Mes tyre edhe 3 shqiptarë, po jo nga Shkupi, as nga Tetova, nga Shqipëria. Për këtë situatë re do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story, në këtë ditë të rëndësishme, do thoja unë, për diskutuar për këtë çështje sot me mua në program janë Klementin Mile, mirëmbrëma Klementin, Artur Nura, mirëmbrëma Nura, Ergjys Mërti, mirëmbrëma Ergjys, dhe Pjator Nisuri, mirëmbrëma Pjator. Mirëmbrëma. Por çfarë ka ndodhur sot në Shkup? Le ndjekim kronikën. Mira student shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova u mblodhën të hënë në rrugët e Shkupit me thirrjen e tyre të përbashkët për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Zërat e tyre këmbuan teksa këndonin himnin e flamurit të bashkuar në protestën e tyre të dytë pas organizimit të 6 prillit, nisur fillimisht me kërkesën që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën anëtare, teksa marshuan nga ura e Gurit drejt Ministrisë së Drejtësisë. Pas lajmit për arrestimin e 3 studentëve shqiptar, Mevlana Demi, organizatori i protestës, i bëri thirrje policisë për lirimin e tyre, duke thënë se studentët kërkojnë drejtësi dhe jo provokim. Studentët nuk janë problemi i këtij shteti. Studentët janë e ardhmja e këtij shteti. Prandaj sot edhe një herë i bëjmë thirrje publike ministrit të drejtësisë, zotri Filkov, mos e trajtoni këtë çështje me arrogancë institucionale. Mos heshni përballë një kërkese legjitime, sepse çdo vonesë është mesazh që sistemi nuk po dëgjon studentët. Po ashtu i bëjmë thirrje edhe kryeministrit Kristian Mickoskit. Mos e lini këtë temë të mbetet vetëm deklarata për media. Tregoni leadership, tregoni se kishte ditë të zgjedh problemet përmes dialogut, drejtësisë dhe respektit. Kërkojmë nga policia të lirojë studentët arrestuar, sepse ne nuk jemi provokatorë në këtë vend. Ne kërkojmë vetëm gjuhën shqipe. Siç premtuan studentët e veshën Shkupin kuqezi ashtu si gjaku dhe shpirti i tyre, duke thënë se do të mbrojnë identitetin e tyre deri në fund. Në 10 brohurima, studentët theksuan se gjuha shqipe nuk negociohet, ndërsa thanë se nuk ka shtet pa liri. Sipas mediave në Maqedoninë e Veriut, në ligjin për provimin e jurisprudencës, nuk ekziston dispozit ligjore në të cilën thuhet se ky provim mund të bëhet vetëm në gjuhën maqedonase. Neni 2 i ligjit për përdorimin e gjuhëve thotë se institucionet e qeverisës shtetërore duhet mundsojnë përdorimin e gjuhëve të tjera zyrtare të cilat fliten më së paku nga 20% e qytetarëve, që është edhe gjuha shqipe. Pavarësisht se ligji flet qartë, vetëm disa orë përpara nisjes së protestës së studentëve shqiptar, ministri i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, Igor Filkov, provokoi sërish duke thënë se nuk do të ketë provim në gjuhën shqipe. Filkov deklaroi se procesi është i mbyllur dhe se nuk ka nevojë për komente shtesë, pasi sipas tij provimi i jurisprudencës është provim profesional dhe jo proces administrativ. Studentët shqiptar bën thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Maqedonas dhe ministrit të drejtësisë, teksa marshuan drejt kësaj ministrie. 10 protestues nga Shqipëria dhe Kosova, ku mes tyre veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare apo edhe figura të tjera politike, deklaruan se ishin bllokuar për disa orë në kufi, ndërsa akuzuan autoritetet se i vonuan ata qëllimisht. Studentët nga Shqipëria dhe Kosova arritën të kalonin këtë blokadë dhe t'i bashkoheshin protestës. Sigurisht, kjo protest krijon një situatë tjetër, jo thjesht për studentët në Shkup, jo thjesht për raportet e temi popullatës shqiptare atje, por sigurisht një raport krijon një situatë tjetër edhe midis Tiranës dhe Shkupit. Ergjys, besoj që është një situatë shumë komplekse tani se sa kur protesta nisi disa javë më parë apo jo.
sigurisht sepse aty me sa duket tensioni po vazhdon të përshkallëzohet, kështu që kjo sigurisht do të vendosë përballë përgjegjësisë palët. Po mua më vjen çudi dhe vërtet më vjen keq që Tirana zyrtare nuk ka asnjë lloj reagimi. Pra, aty ndodh në mbledhur mira njerëz dhe po kërkojnë një drejtë elementare sepse shiko, të kërkosh të drejtën e gjuhës sot sekonda 21 është banale, domethënë është një gjë që është superuar me kod, domethënë ajo që bën ata është fashizëm. Fashizmi e ka mbyll kapitullin 7 vjet përpara. Domethënë ata rikthejnë tani 80. Tani është çmenduri dhe nuk ka asnjë reagim. Më fal, edhe sikur mos kishte protesta. Tirana zyrtare në momentin që del një ligj që ja u mohon studentëve, këtë thotë fali sekond. Çfarë keti me shqiptarët? Ti nuk do që shqiptarët atje të flasin gjuhë shqipe, pra ti po provokon nacionalizma, po provokon tensione etnike brenda vendit tënd. Plus kemi 3 studentë shqiptarë. Aq më tepër pastaj kur ke solidaritet të studentëve shqiptarë, nisen me autobusa për shkuar për të krahur. 3 studentë nga Shqipëria të arrestuar. Përveç asaj, domethënë tani nuk e di çfarë kjo politika jone jashme për çfarë është, domethënë nuk e di çfarë funksioni ka, domethënë politikë për çfarë është, për të plotësuar ato racionalitet nëse më lejoni. Jo. Domethënë deklaratat për sa e njohun protokollin e politikës jashtme, Platori duhet ta di më mirë, nuk vinë në mënyrë të menjëhershme, por prezenca e Tiranës në mbështetje të studentëve ka qenë në mënyrë të vazhdueshme. Ambasadori, i cili nuk bën asnjë hap pa konsultuar Ministrinë e Jashtme, ka qenë prezent në gjitha lëvizjet, i ka kontaktuar drejt por nuk mjafton, pastaj nëse një hall me studentët, ishte ish ministri i mbrojtjes dje, me studentët duke bërë një video në rrjetet sociale. Por zotëri, a ka reagim zyrtar, shteti shqiptar? A ka shqetësim për çfarë ndodh në Maqedoni? Qeveria nuk është shteti, qeveria është një pjesë e shtetit. Po kush do të reagojë? Ky që është me shtetësi greke, s'më vjen emri tash, ish ministri i mbrojtjes. I Maqedonisë. Jo me Shqipërisë, ky s'më vjen emri tash. Pirovongu. Po ne kemi për Tiranë. Ne kemi kryeministër, kemi edhe ministrin e jashtëm. Këta duhet reagojnë, pikë pari. Po më po, tani më fal. Pyetja është ky kryeminist